Oficeri Muçi Shaljani, i cili u vra në atentatin e Rinasit nëntorin e vitit të shkuar, rezulton të jetë punësuar me urgjencë për të shërbyer grupeve kriminale. Hetimet kanë zbuluar se drejtori AMP Gëzim Sala ka lejuar që ai të paguhet pa shkuar asnjë ditë në punë. Për këtë arsye, gjykata e Tiranës ka vendosur të pezullojë nga detyra Gëzim Salën. Përveç pezullimit, me vendim gjykate Salës i është ndaluar edhe dalja jashtë vendit. Ai akuzohet për veprën penale shpërdorim detyre. Hetimet kanë zbuluar se Muçi Shaljani është pranuar si agent në AMP vetëm 6 ditë pas bërjes së kërkesës. Gëzim Sala ka shkelur haptazi ligjin pasi procedura e ndjekur për rekrutimin e Shaljanit nuk është ligjore dhe se ai në këtë proces ka nënshkruar miratimin vetëm për anën formale të akteve dhe jo në përmbajtje. Sala ka urdhëruar punësimin pranë AMP-s të Shaljanit me urgjencë me motivacionin pranohet me kontratë të përkohshme dhe për nevoja emergjente. Së kaq që Muçi Shaljani është paguar deri në ditën e ngjarjes nga AMP pa u paraqitur asnjë ditë vetme në punë. Dyshohet se rekrutimi i Muçi Shaljanit në AMP nuk ka qenë rastësor, por është bërë me qëllime të tjera që nuk kanë të bëjnë me profesionin, por për të shërbyer grupeve kriminale.